Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet janë për Allahun, salavatet janë për profetin tonë alayhi salatu wassalam dhe të gjithë pasuesit e tij deri në ditën e Kiametit. Sot me lejen e Allahut do flasim për një nga shkencat e Kuranit të Madhëruar, që ka të bëjë me zbritjen e ajetit dhe koherenca e tyre në lidhje me dispozitat. Si rregull, kur zbret një ajet kuranor apo disa ajete të tilla që kanë të bëjnë me dispozitat fetare, pra me rregullat e fikut, bashkë me këto ajete shpalosen qartë dispozitat që cakton Allahu për njerëzit, pra për muslimanët dhe besimtarët. Mirë po, nganjëherë ky raport kohor mes ajeteve dhe dispozitave ndryshon. Për këtë kemi disa raste. Rasti i parë është zbritja e ajetit ose ajeteve para se të caktohet dispozita. Zerkeshiu në librin e tij El Burhan thot që fjala e Allahut të lartësuar qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla, pra ka shpëtuar ai që është pastruar ose ka dhënë zakatin, që përkujton madhërinë e Zotit të vet dhe falet, thot ndoshta ky ajet i ka paraprirë dispozitës që përmban pra zakatin. Behekiu në tregon se Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë se ky ajet ka zbritur për sadekan e fitrit, jo për zakatin, sepse urdhri për zakatin e pasurisë ende nuk ishte bërë obligim. Prandaj një dietar shprehur duke thënë, nuk e di si mund të kuptohet ky ajet kur dihet se kjo sure është mekase, ndërkohë që atje pra në Mekë nuk ishte caktuar ende as festa e Bajramit, as zakati apo agjërimi. Begawiu përgjigjet për këtë dilemë duke thënë se lejohet që ajeti të zbresë para caktimit të dispozitës. Për këtë shembull është fjala e Allahut të Madhëruar: La uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad. Betohem në këtë qytet e ti që gjendesh në këtë qytet. Në një komentim, ajeti i dytë, pra anta hillun bi hadha al-balad, ka kuptimin ty të është bërë lejuar lufta në këtë vend, pra në Mekë. Kurse surja Beled ka zbritur në Mekë, por efekti i lejimit të disa veprimeve në Mekë kanë dalë në pah ditën e slirimit të Mekës, kur profeti alayhi salatu wassalam tha, më është e lejuar lufta në disa raste, në disa qaste të ditës, pra në ditën e slirimit të Mekës. Po ashtu nga shembuj që tregon zbritjen e ajeteve para caktimit të dispozitës është fjala e Allahut të Madhëruar: se yuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, së shpejti do të thyhet grupi dhe secili prej tyre do t'ia mbath. Ky ajet ka zbritur në Mekë. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot kur zbriti ky ajet, tha çfarë grupi? Kur ndodhi betejë e Bedrit dhe Kureshët, posuan disfat, hodha shikimi nga profeti alayhi salatu wassalam kur ata po largoheshin, e duke demonstruar fitore me shpatën e tij thoshte se yuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, së shpejti do thyet grupi dhe secili prej tyre do t'ia mbath. Atëherë, thot Ibn Omeri, e kuptova se ky ajet ishte për betejën e Bedrit. Pra, Omeri radiallahu anhu tregon që në fillim nuk u kuptoi për çfarë bëhej fjalë pra në lidhje me këtë ajet, pastaj e kuptoi që vërtet që nga për luftën e Bedrit. Shembull për këtë, pra këtë shembull janë të shumtë që nuk përshtatet për këtë trajtim të shkurtër. Por më shumë mund të shikohet dhe libri El Itqan i Suyutit për ata që kuptojnë gjuhën arabe. Rasti i dytë është zbritja e ajetit pas caktimit të dispozitës. Nga shembujt e këtij lloji është ajeti i abdesit. Aisha radhiyallahu anha thot: më humbi varsja në vendin e quajtur Beida, kur po futeshim në Medinë, profeti alayhi salatu wassalam e uli dhe vend e zbriti prej saj. Pastaj ulëm dhe ai e vendosi kokën në prehrin tim për të pushuar. Erdhi Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe më gjuajti vërtet fort dhe më tha: i bllokove të gjithë njerëzit për një varse. Pastaj u zgjua profeti alayhi salatu wassalam dhe sapo kishte hyrë koha e namazit të sabahut, kërkoi ujë për nuk gjeti. Pas kësaj zbriti ajeti ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum lis-salat, deri tek në fund të ajetit, pra la'allakum tashkurun, ku Allahu i lartësuar pra tregonte abdesin dhe përmendte edhe te imamin, natyrisht duke thënë o besimtar kur do të falni namazin, deri në fund të ajetit, derisa përfundoi që të jeni falënderues. Ky ajet zbritën në Medinë sipas mendimit unanim të gjithë dietarëve, ndërsa caktimi i abdesit ka qenë në Mekë.
Ibn Abdul Berri ka thënë, urtësia e zbritjes së ajetit të abdesit, edhe pse ishte praktikuar më parë, është bërë me qëllim që të jetë i shoqëruar edhe me Kur'an të zbritur dhe që të këndohet, pra të shoqërohet edhe leximi i Kur'anit gjatë gjithë kohës deri në ditën e Kiametit. Po ashtu nga shembujt e këtij lloji është ajeti i namazit të xumas, i cili ka zbritur në Medinë, ndërkohë që namazi i xumas është bërë obligim në Mekë. Nga shembujt e tjerë është fjala e Allahut të lartësuar, innamas sadaqatu lil fuqara, deri në fund të ajetit, pra ajeti i gjatë i surës Tobe, ajeti 60, ku Allahu i lartësuar thotë vërtet lëmosha e zakatit është për të varfrit, deri në fund të ajetit. Ky ajet ka zbritur në vitin 9 të Hijretit, ndërkohë që zakati që bër obligim para këtij viti në fillim të emigrimit. Ibn Hasadi ka thënë, ky ajet mund të shpjegohet se zakati njëhi më parë, por nuk kishte Kur'an të zbritur që këndohej, siç ishte ajeti i abdesit dhe abdesi njëhi para se të zbritet ajeti i përkatës. Këto ajete zbritën më vonë si një përforcim i këtyre dispozitave që përmendëm. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.